Selamu alaikum, përshëndetje të nderuar miq kudo që jeni, uroj të jeni shëndoshë mirë. Sikurse që e shihni, këtu me vete e kam Kur'anin fisnik, librin e Allahut. Librin e fundit të shpallur njerëzimit në gjithë botën, mëshirë dhe udhëzim. Ashtu Allahu e përshkruan librin e tij. Allahu e përshkruan këtë libër si dritë, si udhëzim, si rrugë, si kujtesë, si dëshmi, si argument, e kështu me radhë. Prandaj, me të filluar Kur'anin fisnik, ne në surën e dytë lexojmë Elif Lam Mim, Dhalikel kitabu la rajbe fih, Huden lil muttaqin. Allahu i madhnueshëm na thot si besimtar se ky libër është libri i Allahut, në të cilin, mbi të cilin nuk ka asnjë dyshim, se pra është libër i shpallur nga Zoti i gjithësisë. Prandaj, qëllimi im në këtë video ose mesazhi im, më mirë thënë, është që të kërkoj dhe t'ju lutem gjithë atyre të cilët më shikojnë dhe më ndëgjojnë, që këtij libri fisnik, i cili është i vetëm i shpallur nga Zoti i gjithësisë, i cili nuk ka autor njeri, i cili nuk është i shkruar nga dora e njeriut, është i vetmi për ta besuar dhe është i vetmi për ta pasuar dhe është i vetmi që është original, autentik, që është el mutawatir, që disa sahabe e kanë dëshmuar, duke qenë gjallë, duke qenë prezent afër Muhammed Mustafas, pejgamberit të Allahut, të dërguarit të Allahut, të cilit për 23 vite me radhë i është shpall ky libër, ajet pas ajeti. Dhe ata të cilët kanë ditë shkrim dhe lexim, kanë qenë të urdhëruar dhe kanë qenë të rekomanduar që ta shkruajnë fjalën e Allahut. Aty ku kanë pas mundësi, në ndonjë pergament, në ndonjë asht të ndonjë kafshë, në ndonjë gur, në ndonjë drum, e kështu me radhë, sepse letër si kjo sot nuk kanë pas. Prandaj, kur Allahu neve na thot, Dhalikel kitabu la rajbe fih, nuk ka dyshim për këtë libër, mbi këtë libër, dëshiron të na bëj me dije. Huden lil muttaqin, është udhëzim për ata që kanë frikë, respekt, që ja kanë frikën Allahut, që mos të marrësh besimtar i ndershëm, besimtare e ndershme, nëse ti je muslimane dhe musliman, i drejt, i sinqert, dhe ke intelekt, dhe mendon me intelekt. Inne fi dhalike le ajatin li kaumi yatafakkarun, thot Allahu në Kur'an, ta përdorni fiqirin, mendjen, logjikën, intelektin, mos e barazo asnjë libër që të ofrohet, për të cilin të thuhet, për të cilin të shpjegohet, për të cilin bile porositesh që ta barazosh me Kur'anin. Mos, se ti automatikisht e bën një shirk të madh. Ti i bën partneritet librit të Allahut. Këtij Kur'ani fisnik, ti i bën shok. Nëpërmjet bërit partner këtij libri, ti automatikisht i bën partner, i bën ortak, i bën rival, i bën shok edhe Allahut një, subhanehu ve teala, të cilën ai nuk do e fal kur. Prandaj kujdes, hiq dorë, larg duart nga librat të cilët u shkruajtën pas vdekjes së Resulullahut, 150 vite, 200 vite, pasi që ai kishte ndruar jetë. Të kesh kujdes, sepse librat e shkruar
janë të shkruar nga autor të ndryshëm, nga njerëz të cilët kanë mundësi të ja kenë qëlluar, por kanë mundësi edhe të kenë gabuar, dhe në qoftë se ti e lexon një të ashtu quajtur hadis, një të ashtu quajtur hadith, dhe ai hadith dhe ai autori ati libri të hadithit bie ndesh, bie në kundërshtim, është në kundërshtim me fjalën e Allahut, me ndonjë nga ajetet e Allahut brenda në këtë Kur'an, ti duhet automatikisht të heqësh dorë, të mos e pasosh atë, por të vazhdosh të studiosh fjalën e Allahut. Dhe Allahu në Kur'an neve na thot, ne e shpallëm Kur'anin, këtë libër fisnik, thot Allahu, ai vet, ne e shpallëm Kur'anin dhe e bëm të lehtë për mësim, e bëm të lehtë për kuptim, për ta kuptuar, por a ka në mesin e njerëzve të atyre të cilët dëshirojnë ta kuptojnë Kur'anin. Dhe Allahu në Kur'an neve na përmendën di kategori të ajeteve kuranore. Na thot se ka ajete të qarta që janë decit, që janë të prerë, që janë precis, që nuk kërkojnë hamendje, studim, analizë, transmetim, por që kuptohen drejt për drejt. Mirë po ka ajete të cilët janë të paqartë, janë mutashabih, ose muhkemat, ayatul muhkemat, ayatul mutashabihat. Por, pse ti duhet të vrasësh mendën për ato ajete që janë mutashabihat? Pse nuk bën ti kujdes atje? Bën kujdes dhe meru me ajetet që janë të qarta, të pastra si loti, që Allahu i ka bërë të thjesht për logjikën tonë si njerëz, i ka përshtat për ne. Dhe atyre të cilët merren me studimin e Kuranit, por që këtij Kurani nuk i ofrojnë fjalët e tyre dhe të thonë fjala ime që e kam shkruar 150 vite, 200 vite, pasi që kishte vdekur i dërguari i Allahut alayhi salatu wassalam, është autentike, është e saktë, është sahih. Këtë nuk e ka thonë askush. E kanë menduar njerëzit pas tyre. Askush nga dietarët e mirëfillt islam, të cilët kanë qenë dietar të mirëfillt, të cilët kanë qenë dietar tamam, të cilët kanë qenë të përkullur dhe të përullur para këtij libri, të cilët janë përkushtuar fjalës së Allahut, asnjëri nga ata nuk ka thonë fjala ime që e kam shkruar është e saktë dhe më pasoni mua ju, se nëse nuk më pasoni mua, atëherë nuk e keni edhe fen tamam. Jo, fen tamam e ke nëse e pason dhe nëse e beson ti dhe unë dhe të gjithë të tjerët që pretendojnë të jenë musliman, këtë libër, o besimtar, këtë Kur'anin fisnik të shpallur nga Zoti i gjithësisë, i garantuar prej tij dhe i vërtetuar prej tij, i vetmi libër për ty si musliman është ky, dhe ky është autentik, i vetëm në original, tash 1400 vite më tepër. Jo ata që u shkruajtën nga autor, sepse autor pati edhe pas vdekjes së Isaut alayhi salam dhe Injilin e tij e bën hashash, e bën përshesh, dhe sot sa Bibla ka. Prandaj edhe hadiset tona në një farë mënyre janë shkruar nga ideet e njerëzve 200 vite pas vdekjes së Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe ato janë një lloj si ndonjë libër të cilin mund të quajmë lirisht edhe Bibël, ku ta di unë arabike. Prandaj i vetmi që duhet pasuar dhe që duhet besuar është ky, dhe ky është autentik, Kur'an el Kerim, i shpallur nga Allahu i madhnueshëm. Mos barazoni asnjë libër me këtë, dhe mos merrni për autor autentik njerëzit të cilët shkruajtën qindra vite pasi që i dërguari Allahut nuk jetonte më, dhe pasi që
8 deri 9 gjenerata të muslimanëve kishin vdekur. Prandaj, me ka thonë, më ka thonë, mund të gabohet. Dhe po gabohet, dhe kjo po shihet dita ditës. Prandaj në qoftë se ti lexon një hadis që nuk është ndaluar ta lexosh, unë nuk jam kundër që ti të lexosh hadis. Lexo, sepse të je studiues. Po të dëshirosh të studiosh, duhet të lexosh libra e libra. Mirë po, në qoftë se ti je studiues musliman dhe i përkushtohesh islamit, atëherë librat që i lexon dhe që nuk janë Kurani fisnik, por janë jashtë Kuranit, ti duhet me do e mos. Është e domosdoshme që të bësh krahasim me ajetet e Kuranit. Dhe në qoftë se ato të lexuara, ato të shkruara, qofshin ata autor, në qoftë se ato bien ndesh dhe janë në kundërshtim me fjalën e Allahut, automatikisht duhet t'i hudhësh poshtë. Mos t'i pranosh, sepse e ngarkon vetveten që në ditën e gjykimit para Allahut duhet të dëshmosh se pse librit të Allahut ja afrove dhe një libër të shkruar nga njerëzit dhe e besove edhe atë si burim hinor, që është shirk i pamohueshëm. I vetmi burim hinor, i vetmi burim autentik, i vetmi burim original që vjen direkt nga Zoti për ne njerëzit është ky Kur'an fisnik. Mos barazo libër tjetër me te, se ta dish e ke ngarkuar vetveten keq. Allahu subhanahu wa taala neve na thot në Kur'an në surën El An'am në ajetin 38, edhe kafshët në tokë, edhe zoqt, shpezët që fluturojnë me krahët e tyre, ne në mesin e tyre, ose ata i kemi krijuar në komunitete, sikurse që ju kemi krijuar edhe juve njerëzve. Dhe Allahu vazhdon pra ajeti, në këtë libër nuk ka lënë asgjë të mangët. Allahu thot, Allahu ta vërteton se libri i Allahut është komplet, nuk i mungon kur gjë, nuk ka nevojë ta plotësosh ti librin e Allahut me hadiset e Buhariut dhe të Muslimit. Ore, lexoj ata, studioj, por nëse bien ndesh me fjalën e Allahut, ti je i obliguar si musliman ta pasosh dhe ta besosh vetëm këtë libër, jo Buhariun, jo Muslimin, sepse ai hoç XY, i cili e ka devijuar vetveten, dhe që dëshiron edhe të të devijojë edhe ty, dhe ta ka mbush mendën, po vazhdon të ta mbush mendën, se nëse ti nuk i pason edhe ata, imani i të është i dobët. Ku e gjen ti këte? Në librin fisnik, nuk e gjen askund atë fjali. Allahu të bën thirrje ti dhe mua këto, që ta pasosh këtë libër, dhe na thot qartë, shkurt dhe në original, hinor, dhalike l-kitabu la rajbe fih, huden lil muttaqin. S'ka nevojë për sqarim më shumë. Shumë bukur dhe nuk nevojiten për këto dy fjali, ose për këtë fjali. Dhalike l-kitabu la rajbe fih, la rajbe fih. S'ka dyshim në këtë libër, se është libri Allahut, huden lil muttaqin, është rrugtim, është rrugë, është udhër e fyes për ata të cilët frikë respektin e kanë vetëm ndaj Allahut. Dhe thash se në sure El An'am, Allahu na thot se s'ka lënë asgjë mangët. Çka i bie? Nuk i mungon këtij libri asgjë, që të dalni XY. Kush e disa vite, qindra vite pas Resulullahut, pas vdekjes së tij, pasi që ai kishte ndruar jetë dhe të shkruaj libra, të trilloj, të sajoj, të shpik hadithe që ju kanë konvenuar sunduzve, vezirave, kalifëve, pushtetarëve, presidentëve, e çka jo, dhe të shpife të trilloj, dhe ata të cilët, si fjali të shkruara, bien ndesh me këtë Kur'an fisnik, ti e nderuar,
Dhe ti nderuar, bëj kujdes, sepse do mbash përgjegjësi në qoftë se krahas librit fisnik ti e sjell edhe një libër tjetër XY dhe e barazon me këtë. Dhe ti shkon aq larg sa që njerëz, autorë, të cilët nuk kanë qenë askushi përveç besimtar të rëndom, i barazon me profetin e Allahut, me të dërguarin e Allahut alayhi salatu wassalam. Kujdes. Ky është udhëzimi i vetëm. Ky është libri autentik i vetëm, mos e haro. S'ka libër tjetër autentik përveç këtij. S'ka ore. S'ka. Ky është kitab el mutawatir. Sepse ky është i dëshmuar, ky është i garantuar dhe ky është i faktizuar, duke qenë gjallë akoma. Profeti i Allahut për 23 vite me radhë që janë shkruar fjalët e tij dhe janë dëshmuar nga kush e di sa sahabe, nga kush e di sa shokë të profetit të Allahut alayhi salatu wassalam, alayhimus salam. Prandaj kujdes. Assalamu alaikum.